dashur miq, sot ka vetëm një formulë për të rrëzuar Edi Ramën. Për çdo shqiptar duhet të jetë e qartë se kjo formulë është kryemëritja paqësore e qëndrueshme gjerë në qeverit teknike dhe zgjedhjet lira. Dhe sot, përpara historisë, përpara fëmijëve tanë, përpara ndërgjegjes sonë, se cili prej nesh duhet të bëj zgjidhjen e tij. Do zgjedhim frikën apo do zgjedhim lirinë? Do zgjedhim heshtjen apo do ngrem zërin ton? Do zgjedhim kapitullimin apo kryengritjen paqësore dhe triumfin? Shqipëria nuk shpëtohet nga një njeri vetëm, as dhe nga një forcë vetme politike. Nuk shpëtohet as dhe nga miq tanë ndërkombëtar. Shqipërinë e shpëton vetëm bashkimi i të gjitha partive politike opozitare, shoqërisë civile, intelektualëve dhe të gjithë faktorëve që besojnë se voti i lirë është vendimtare për të ardhmen e shqiptarëve dhe Shqipërisë. Shqipëria shpëton kur një popull i tërë vendos të vras frikën dhe të mos pranoj padrejtësinë. Dhe ajo ditë ka ardhur, ajo ditë është sot. Le ta kthejmë ne shpresën në forcën në fitore, sepse ne nuk jemi thjesht opozita. Ne jemi shpresë e vetme e Shqipërisë dhe nuk dorëzohemi kurrë. Rrofshi ju, rroft Partia Demokratike, rroft Shqipëria, fitore, fitore, fitore. Ndojshëm kështu dhe fjalimin e zotit Berisha. Me të përmbyllur fjalimin e tij ka nisur hedhja e mjeteve piroteknike drejt godinës kryeministrisë. Shikojmë një reagim të menjëhershëm edhe të forcave të policisë, të cilët kanë ndërhyrë menjëherë për të shpërndarë qytetarët. Shohim një shoqërim të tyre. Do të lidhemi në këto momente me Osman Stafën. Shohim dhunë policore në këto momente. Osman, çfarë po ndodh? Gjithçka që po shihet në terren në këto momente, një ndërhyrje tepër të shpejtë të forcave të rendit, një përplasje mes protestuesve. Osman, më dëgjon? Shohim që forcat e policisë, efektivët shqiponja po shoqërojnë protestues të shumt. Ka përdorim të shkopave të gomës, dhunë në këto momente, ndërkohë që po vijon shoqërimi i tyre. Tensione të mëdha në këto momente përpara kryeministrisë, ku është bërë edhe çarja e kordonit të hekur të vendosur nga policia. Osman, më dëgjon? Do të lidhemi në këto momente me Osmanin, i cili ndodhet në godinën para kryeministrisë. Osman, nëse mund na shpjegosh çfarë po ndodh në këto momente. Atëherë kanë një reagim të menjëhershëm të forcave të policisë, nuk kanë lejuar që protestuesit të vendin Molotov madje ka shoqëruar në tentativë të menjëhershme e ndërhyrjes, sepse ka edhe gazë tillë dhe shoqërime pra grupin e hotë të tjera që policia nuk ka ndërhyrë, se kanë ndërhyrë të menjëhershme të forcave të policisë për të shoqëruar protestues. Shohim edhe zotin Nota në këto momente në pamje të drejtë për drejta, i cili duket si lënduar në fytyrë, në zonën e syve. Nuk e di nëse
je afër për të na dëshmuar se çfarë ndodhi eksaktësisht, nëse pati një përplasje mes ti dhe forcave të rendit? Ka përplasje ndërkohë me forcave të policisë dhe deputetëve të Partisë Demokratike. Mirë, do të lidhemi me Gjensilën sapo Osmani të jetë gati dhe i zhvendosur në një ambient ku mund të na komunikojë çfarë po ndodh. Gjensila, pse erdhi kjo përplasje mes protestuesve dhe forcave të policisë? Pam një ndërhyrje të menjëhershme. Kuptohen tensione në këto momente. Menjëherë në përfundim të fjalës së zotit Berisha pam hedhjen e fishek zjarrve drejt godinës së kryeministrisë, por reagimi i policisë, i forcave të rendit, efektive Shqiponja ka qenë vërtet i menjëhershëm, duke neutralizuar të gjithë protestuesit të cilët ende nuk ishin larguar nga sheshin përpara kryeministrisë. Përplasje të forta, përdorim të shkopimve të gomës, shoqërime. Po shohim në këto momente që zoti Boçi po shoqëron dhe zoti Noka në këto momente, i cili është i lënduar në fytyrë. Lidhemi me Gjensilën për të mësuar më shumë. Gjensila, po, mund të na raportosh gjithçka që pam apo nuk pam gjatë këtyre incidenteve? Po. Atë do të parë i statuan pas protestuesit që aktivitete në protestat e mëdha kanë shedhur në provën në drejtim që godinës së kryeministrisë, por edhe të forcave të rendit, një herë pati një reagim nga ana e kryesfundit të forcave të policisë, kryesisht ato forcave të rendit, por edhe forcat shqiptare, hapën gazet me sandviç dhe shkuan për të shoqëruar dhe të kapur personat përgjendës pra personat e cilës që ndronin të maskuar, kjo për të një funksionalisht ata të cilët hodhët edhe moletovët. Duke se kjo strategji ku të ndodhur në protestat e mëparshme, është e parë që policia ndërhyri të protestuesit për të shoqëruar me një qerë apo të hodhët moletovët, kjo në momente të para. U hap gazit të sjellës, duhet të përdorur në fakt të përndarja me e autobusë, por që në mërësova të klasë në kohë nga ana e protestuesve por nuk njësiste me gazit të sjellës për në fakt në formën e ndryshme në suese për shtatë protestuesve shkuan dhe inspektuan nga ana e policisë, ku këta do të mundë të ishën të shumë të shumër të ndërlësim por kundër firmave të organizatorëve të partisë demokratike pra të protestës, kjo protestë pra të spëstohet dhe të martojnë në drejtimin të godinës të parlamentit. Por që kundër ndodh një pjesë e mirë protestës qytetarët po protestonin. Duket që është në vend
Gjensila, do të kemi mundësinë që të rilidhemi sërish pasi për shkak edhe të përdorimit të maskës kundra gazë është paksa e pamundur që të dëgjohesh ashtu siç duhet. Në këto momente po shikojmë dhe pamjet ku sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, zoti Flamur Noka, është kapur nga gazi i lotësjellës